Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Të gjitha falenderimet, madhërimet, lavdërimet, adhurimet tona janë vetëm për Allahun Gjelle Gjelaluh, krijuesin dhe furnizuesin ton. Përshëndetjet më të mira dhe bekimet e Allahut Gjelle Gjelaluh qofshin për të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, vullën e të gjithë profetëve. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin për familjen e ndershme të profetit, për shokët e tij besnik dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Me lejen e Allahut subhanahu wa taala do të fillojmë një cikël të ri emisionesh, të cilat bëjnë fjalë kryesisht për temat e besimit, dhe të gjitha ato tema dhe nëntema të cilat ne me lejen e Allahut xhelle xhelalu do t'i përmendim në emisionet tona, do t'i përmbledhim nëpërmjet haditheve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pra do të citojmë dhe do të përmendim hadithet përfshirëse në formë të përgjithshme të temave të besimit me lejen e Zotit fuqiplot. E kemi një hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam i cili neve na nxit për këtë punë. Pra kur të flasim për temat e besimit, mirë është që të përmendim ajete kuranore dhe hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilat na flasin për ato tema të besimit islam në formë të drejtë për drejtë, dhe s'kemi pse shtojmë fjalën tonë dhe s'kemi pse mbështetemi në fjalë të cilat kanë thënë njerëz nga më të ndryshëm, ndërkohë që për të njëjtin thelb, për të njëjtin esencë ka folur drejt për drejt pejgamberi ynë Muhammedi alayhi salatu wassalam, i cili në një hadith të saktë thotë: "Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'a fa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqah." E ndriqoft Allahu Gjelle Gjelalu atë njeri i cili dëgjon fjalët e mia, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. I dëgjon fjalët e mia, mundohet t'i kuptoj ato si që duhet, i mëson përmendësh, pastaj u atregon të tjerëve, ashtu si kur i atregon të tjerëve, ashtu si kur i ka dëgju vetë, se ndoshta thot një bartës i fikut, do më thënë një person i cili vjen me disa hadithe, të cilat i ka mësu përmendësh, i ka dëgju prej hoxhës e tij ose sahabiu prej pejgamberit alayhi salatu wassalam, ja kumton dhe ja jep një personi tjetër i cili mund t'i kuptoj më mirë se sa ky. Mund të jetë i kthjellët për të medituar dhe për të logjikuar të gjitha ato kuptime për të cilat ka folur pejgamberi alayhi salatu wassalam më shumë dhe më mirë dhe më i qartë se sa vetë ky person i cili po e përcjell. Në këtë hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të na tregojë se çështja lidhet me vetë shpjegimet që i ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse Kur'ani famëlar ka ardhur me nenet kryesore, ka ardhur me bazat e shariatit, të cilat kanë nevojë për interpretime, kanë nevojë për komentime, kanë nevojë për sqarime, dhe është pikërisht suneti pejgamberit alayhi salatu wassalam që është një shpjegim, një qartësim, një kthjelltësim, një interpretim, një komentim më së i mirë i fjalës Allahut xhelle xhelalu. Andaj kur shikojmë Zotin fuqiplot, i cili në Kur'anin famëlar na thotë: "Wa aqimu salata wa atu zakata", falini namazin dhe jepeni zakatin, nuk na tregon se cila është forma e namazit dhe nuk na tregon se cilat janë rregullat e zakatit, dhe vjen pikërisht pejgamberi Muhammed alayhi salatu wassalam, i cili me hadithet e tij profetike na tregon ne se si duhet ta falim namazin, si duhet ta japim zakatin, si duhet ta agjërojmë Ramazanin, si duhet të
shkojmë dhe të kryjmë ritet e haxhit edhe të gjitha rregullat e tjera, të gjitha urdhët e tjera, të gjitha ritet e tjera dhe praktikat e tjera të islamit. E pra dhe në çështjen e besimit, a ka kush i shpjegon më mirë se sa vetë goja e pejgamberit alayhi salatu wasalam? A mund të shpjegohet besimi më mirë se sa nga hadithet profetike, nga perlat pejgamberike, të cilat pejgamberi Muhammed alayhi salatu wasalam i ka përcjellur të gjitha ato dituri dhe dije nga Zoti fuqiplot, nga Zoti gjithdijshëm dhe i urtë, nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur thot naddarallahu mra'an, e ndriçof Zoti atë njeri i cili i dëgjon fjalët e mia. Andaj dhe unë do të vi inshallah në temat e besimit vetëm me hadithet pejgamberit alayhi salatu wasalam, hadithet të sakta që të gjithë ne të meritojmë këtë përgëzim që na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku thot naddarallahu mra'an, ndriçoft Zoti atë njeri i cili i dëgjon fjalët e mia. Mundohet ti kuptoj ato fjalë, i mëson përmendesh, pastaj nuk e mban për vete këtë gjë, por shkon dhe jep njerëzve të tjerë, ashtu si kur u pajis dhe me informacion të ndryshëm rreth fesë, ashtu duhet të ketë dëshirë që t'u jap këto hadithe, këto mirësi, këto perla pejgamberike dhe njerëzve të tjerë, që edhe ata të përfitojnë, edhe ata të mësojnë, edhe ata të logjikojnë, edhe ata të praktikojnë këtë fe të bukur, këtë fe të thjeshtë që na ka sjell Allahu subhanahu wa ta'ala nëpërmjet pejgamberit i Muhammedit alayhi salatu wasalam. E ndriçov Zoti atë njeri, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, i cili dëgjon fjalët e mia, i kupton ata siç duhet, i mëson përmendesh dhe kupton njerëzve të tjerë. Çfarë kuptoj me fjalën ndriçim? A mos vallë po bëhet fjalë për ndriçim të pamjes së tij, të fytyrës, apo po bëhet fjalë për ndriçim të zemrës së brendshme, apo po bëhet fjalë për ndriçim dhe shkëlqim të krejt njeriu ditën e gjykimit, kur do të paraqitet përpara Allahut subhanahu wa ta'ala, ai dhe të gjithë krijesat e tjera, mirë po këta që kanë komuniku me njerëzit dhe u kanë kumtu atyre hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a do të kenë vallë këtë ndriçim kaq të mirë nga Allahu subhanahu wa ta'ala? Dietarët kanë thënë se që të gjitha bashkë janë. Ai njeri i cili u përçon njerëzve të tjerë hadithet e pejgamberit alaihi salatu wasalam dhe kalon jetën gjithnjë me këtë mënyrë, duke mësuar njerëzve të tjerë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tema dhe nën temat e besimit, po ashtu dhe temat e tjera të fesë islamit dhe të shariatit islam, atë do ta ndriçoj Allahu subhanahu wa ta'ala në pamjen e tij, në zemrën e tij dhe në ditën e gjykimit, gjymtyrët e tij. Pamja e tij do të jetë e shkëlqymshme, do të jetë e ndriçuar, do të jetë plot nur në krahasim me njerëzit e tjerë, të cilët nuk kanë dëgjuar fjalët e profetit, por janë mësuar të dëgjojnë fjalët e njerëzve, janë mësuar të dëgjojnë thashë theme, përgojime e lloj-lloj fjalësh të tjera të kota, të cilët nuk janë as pak të dobishme për njeriu në këtë botë, po ashtu dhe në ditën e gjykimit, kur do të paraqitemi përpara Allahut subhanahu wa ta'ala. Inshallah sot do të flasim për një temë në formë të shkurtuar para se të futemi drejt për drejt në temat e besimit. Do të flasim për temën e cila flet për dënimin dhe ndëshkimin apo kërcënimin e ashpërt të atij për atë njeri i cili gënjen në emër të pejgamberit alayhi salatu wasalam me qëllim. Hadithin e parë kemi hadithin që e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi në dy sahihet e tyre. Së pari, përpara se dalim të këto hadithe, mirë është të përmendim se të gjitha ato hadithe të besimit, ne nuk mund t'i marrim do të gjitha sa janë, sepse janë shumë, mirë për do të marrim hadithet më kryesore dhe më të sakta, të cilët janë vërtetuar, janë shënuar dhe janë transmetuar në dy librat më të saktë që ekzistojnë sot në mesin e muslimanëve, pas Kur'anit famëlar, pra pas fjalës Allahu xhalla xhelalu. Po bëhet fjalë për hadithet e transmetuara në Sahihun e Imam Buhariut dhe hadithet e transmetuara në Sahihun e Imam Muslimit, këta dy imam të mëdhej, të cilët i kanë dhuruar botës islame, ummetit islam deri në ditën e gjykimit, hadithet më të sakta të përcjellura nga pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hadithi i parë i temës së sotme është hadithi Aliut radhiyallahu anhu, të cilin
e transmeton Buhariu në Sahihun e tij, ashtu dhe Imam Muslimi në Sahihun e tij, thot Aliu radiallahu anhu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la takdhibu alayya fa innahu man kadhaba alayya falyalij an-nar, mos gënjeni në emër tim me qëllim, sepse ai njeri që bën këtë vepër, pra ai që gënjen në emër të pejgamberit alaihi salatu wassalam me qëllim, le ta përgatis thot vendin e në zjarrin e xhenemit. Është një kërcënim i drejt për drejt dhe një tregim apo na jep një informacion për një dënim të dhëmshëm ditën e gjykimit, ku njeriu nuk është nevoja fare ta marrin melekët, ta shtyjnë për në zjarr apo ta tërheqin në zvarr për ta futur në zjarrin e xhenemit. Jo, ai njeri i cili gënjen në emër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, le të shkojë vetë thot në zjarrin e xhenemit, le ta përgatis vetë vendin e tij në zjarrin e xhenemit. Pse? Sepse të gënjesh në emër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është nga mëkatet më të mëdha, saqë disa prej dietarëve e kanë konsideruar kufër, e ka konsideruar dalje nga Islami, edhe pse shumica e njerëzve të tjerë, shumica e ulemave dhe dietarëve të tjerë kanë thënë se ky nuk del nga Islami nëse nuk don të sulmoj fen, por thjesht ka interesa dhe dëshira të tjera. Mirë po sidoqoftë, ky njeri ka bërë një mëkat tepër të madh për të cilën na ka fol pejgamberi alayhi salatu wasalam. Nuk ka mëkat më të madh dhe krim më të madh pas shirkut Allahut subhanahu wa taala, se ai njeri i cili nëpërmjet haditheve të rreme e devijon fen e Zotit, i bën njerëzit të lakojnë nga feja Allahut xhelle xhelalu, të kalojnë nga rruga e drejtë nëpërmjet haditheve të shpikura. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për tema të ndryshme ka folur me hadithet e tij profetike të sakta, dhe vjen një person dhe për një temë të caktuar, se kështu do ka interesin ai, apo kështu ja ka qefi atij njeriu dhe thot, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, njerëzit e tjerë e dëgjojnë me vëmendje, ndërkohë janë duke besuar, dhe me të vërtetë ky e din se ky është hadith i dobët, ose më themi hadithi trilluar, hadithi shpikur, e megjithatë u a thot njerëzve të tjerë, sikur gjoja është hadithi sakt, nuk ka krim më të madh se sa kjo, sepse nëpërmjet kësaj njerëzit të rrezikojnë të devijojnë nga feja, rrezikojnë të kalojnë nga rruga e vërtetë, duke menduar se ato janë hadithe të sakta, dhe kështu ndërtojnë në mendjen e tyre lloj-lloj meselesh tjera, çështjes të fesë islame, duke qenë se ato për ato çështje nuk ka folur drejt për drejt pejgamberi ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Madje në këtë temë kemi një hadith tjetër, të cilin e transmeton Enesi, e përcjell pra Enesi radiallahu anhu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ky hadith është tek Buhariu dhe Muslimi. Thot Enesi radiallahu anhu, innehu la yamna'uni an uhaddithakum hadithan kathira anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man ta'ammada alayya kadhiban falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Mua, thot Enesi radiallahu anhu, më pengon që t'ju flasi juve me fjalë të pejgamberit alayhi salatu wasalam, pra me hadithe të shumta, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush gënjen në emër tim me qëllim, ai la të përgatis vetë vendin e tij në zjarrin e xhenemit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tani këtu kemi diçka tepër të rëndësishme për të shpjeguar. Po bëhet fjalë, thot Enesi radiallahu anhu, më pengon mua t'ju flas juve me hadithe të shumta, se ndoshta hy te gënjeshtarët, të cilët gënjen në emër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A mos vallë Enesi ka qenë gënjeshtar? A mos vallë Enesi nuk ka qenë nga sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, të cilët i ka lavdëruar vetë Zotin në Kur'anin famëlar? A mos vallë Enesi nuk ka qenë i dijshëm? A mos vallë Enesi s'ka qenë besnik? A mos vallë Enesi nuk ka qenë i sinqert? Apo ndoshta Enesi nuk ka qenë i kujdesshëm dhe nuk ka qenë i vetëdijshëm për ato fjalë që thonte? A mos valla ai nuk ka qenë i devotshëm? Pasha Allahun, Enesi ka qenë nga njerëzit më të dijshëm, ka qenë nga njerëzit më besnik, ka qenë nga njerëzit më sinqert, andaj dhe ka ardhur me këtë lloj fjale të madhe dhe me këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por qëllimi i Enesit radhiyallahu anhu është që mos t'i shtoj shumë fjalët, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu dhe ashtu, se ndoshta nga hadithet e tepërta
mund të gabojë memoria e tij, edhe nëse gabon ky njeri, do të thotë se do të vijë me një fjalë të cilën nuk e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe qoftë me dashje apo qoftë pa dashje, ne kemi thënë diçka të cilën nuk e ka thënë me të vërtetë pejgamberi ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në një transmetim tjetër na tregon fare qartë, thotë laula anni akhsha an ukhti, nëse unë nuk do të kisha frikë se do të gaboja në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, do t'ju flisja juve me fjalë të shumta, me hadithe të shumta nga pejgamberi Muhammed alayhi salatu wasalam. E pra me këtë fjalë, Enesi radiallahu anhu po na tregon një mesazh tjetër, po na tregon që edhe pakujdesia e njeriut për të vërtetuar dhe për të saktësuar dhe për të qenë i sigurt se a me të vërtet e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith apo të hadithin tjetër, kjo lloj pakujdesie mund të futet në fjalën e profetit ku thot, në profetit sallallahu alaihi wasallam ku thot: Men ta'ammada alayya kadhiban falyatabawwa maq'adahu min an-nar, kush gënjen në emër tim me qëllim, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, le ta përgatis vendin e tij në zjarrin e xhenemit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj dhe ne duhet të kemi kujdes që të gjitha ato fjalë kur i shikojmë, kur i lexojmë, kur i dëgjojmë, kur i mësojmë, të sigurohemi se a me të vërtet i ka folur ato fjalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo jo. Nëse nuk kemi dije, le të pyesim ata që janë më dishëm dhe t'i themi: o hoxh, a është e vërtet që këtë hadith e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Nëse dhe ai nuk e din, atëherë nuk duhet nxituar, sepse kemi sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët kanë qenë të parët ata njerëz të cilët janë ruajtur kësaj gjëje, jo siç bëhet sot që shumica e njerëzve nxitohen, lexojnë hadithe të ndryshme, dëgjojnë hadithe të ndryshme, madje shumë prej tyre janë të trilluara dhe i thot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është feja e Zotit, dhe feja e Zotit ndërtohet nga shpjegimet e profetit, dhe nëse ato hadithe janë të dobta dhe hadithe të pavërteta, hadithe të shpikura dhe të trilluara, atëherë do të thotë se ne po e ndërtojmë fenë Allahut xhelle xhelalu mbi hadithe të cilat janë të pasakta dhe fjalë të cilat janë të pavërtetuara dhe thënie të cilat nuk i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe rreziku i saj mund shkojë që qoftë me qëllim apo qoftë pa qëllim, qoftë duke gënjur, qoftë duke trilluar, qoftë duke gabuar, qoftë nga memoria e dobët që mund ketë një njeri, e rëndësishme është që përfundimi është se ne po flasim për disa tema për të cilat nuk kemi dituri, për disa tema për të cilat nuk na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por mashtrojmë vetvetet tona duke thënë kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pas një pauze të shkurtër, le t'i kthehemi inshallah emisionin ton në pjesën e dytë. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Në pjesën e parë të emisionit folëm për temën e cila flet për dënimin, dëshkimin dhe kërcënimin e rreptë për atë njeri i cili nuk kujdeset për gënjen e emrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Madje përmendëm dhe hadithin dhe fjalën e madhe të Enesit radiallahu anhu që i ka shërby pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 10 vjet rresht, shërbëtor i profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe kishte frikë të thonte tabiinëve hadithe të shumta, hadithe të tepërta nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo nga frika se po gënjen apo po trillon, por nga frika se memoria e tij do ta tradhtojë, nga frika se memoria e tij ndoshta nuk është aq i aftë të mbaj mend të gjitha ato fjalë profetike të cilat i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dikur, dhe përpasoj ai do të gabojë, dhe përfundimi i kësaj është se do të vi për një temë me disa hadithe për të cilat nuk ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A jemi ne sot me këtë vigjilencë me të cilën ka qenë Enesi radiallahu anhu, ka qenë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Shikoni se çfarë thot hadithi tjetër që transmeton po ashtu Buhariu dhe Muslimi në dy sahihet e tyre
Nga Al-Mughira ibn Shu'be, cili thot, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahadin man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kush gënjen në emër tim, pra të gënjesh në emër tim, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk është njësoj si kur të gënjesh në emër të një personi tjetër. Kush gënjen në emër tim, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, le ta përgatis vetë vendin e tij në zjarrin e xhenemit. Në këtë hadith pejgamberi alaihi salatu wasalam po na tregon qartë duke na thënë, gënjeshtra në emër tim, të trillosh hadithe, të gënjesh për hadithet profetike, nuk është njësoj si kur të gënjesh në emër të njerëzve të tjerë, dhe nuk është njësoj si kur të gënjesh dhe të shpikësh fjalë të pathëna, të pavërteta për njerëzit e tjerë. Pra pas ka dallim në radhë të parë të gënjesh në emër të njerëzve të tjerë, të thuash diçka që ata se kanë thënë, është gënjeshtër e pastër dhe vërtet, çka do të thotë se ti je duke bërë një mëkat dhe gënjeshtra hyn te mëkatet e mëdha. Por nëse gënjen në emër të pejgamberit alayhi salatu wasalam, ajo është gënjeshtër akoma më e madhe dhe ka një kërcënim tepër të madh në ditën e gjykimit, ashtu sikur na ka treguar vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse? Sepse nëpërmjet gënjeshtërës në emër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ti do të bëhesh shkak që njerëzit të devijojnë. Ndoshta njerëzit ignorant nuk e dinë çështjen me të vërtetë, por do të dëgjojnë ty o njeri i cili ti me pakujdesin tënde po thua, e kam lexuar këtë hadith, e kam dëgjuar këtë hadith, e kam mësuar më parë këtë hadith, dhe jam duke thënë juve o njerëz, dëgjojeni se kështu ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A mos valli e siguruar se me të vërtetë e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë hadith? Ndoshta dikush i mund të pyes, si ka mundësi që qenë ka diçka kaq delikate, kaq e rëndësishme kjo temë për të cilën po na flet, dhe ne e dim që shumë libra janë të mbushur me hadithe, dhe unë faktikisht po komentoj ato hadithe apo po komentoj njerëzve të tjerë ato hadithe. A e dini ju o njerëz se shumica haditheve sot të shkruara në të gjitha ato libra të botuara dhe në ato libra të përkthyera, shumica atyre hadithe janë të dobta? A e dini se në literaturën islame shqipe janë po qarkullojnë më shumë se 4000 e sa hadithe të dobta dhe të trilluara dhe të shpikura në emër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që njerëzit nuk i dinë? Nuk do të thotë se hadithi gjendet në një libër dhe ai do të thotë se dhe është vërtet sa atë hadithe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por duhet të sigurohemi sepse shumica atyre haditheve të dobta, shumica atyre haditheve janë të dobta, andaj dhe duhet të pyesim njerëzit të cilët janë më të dijshëm. Tani njerëzit janë kureshtar, njerëzit duan të dinë, po si ka mundësi që hadithe të dobta dhe të pasakta, hadithe të shpikura dhe të trilluara, pas kanë zënë vend në librat dhe në literaturën islame, qofshin ato literaturë islame në gjuhën arabe, të cilët janë përkthyer në gjuhën shqipe, dhe për rrjedhoj i kemi dhe në literaturën islame shqipe. Po është e vërtet, dhe unë tani me lejen e Zotit do t'ju flas shkakun e ardhjeve këtyre haditheve të shpikura, haditheve të trilluara dhe haditheve të dobta, në mënyrë që të kuptojmë se sa e vërtetë është kjo fjalë dhe sa e rëndësishme është kjo temë, për të kuptuar mirë dhe për të pasur kujdes, për të pasur kujdes se si duhet të flasim dhe në ç'gjendje gjendje duhet të jemi dhe sa të kujdesshëm duhet të jemi kur të flasim për fenë Allahut xhelle xhelalu dhe të flasim për hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Së pari kemi kushte, jo kemi kushte, por kemi shkaqe nga më të ndryshmet pse njerëzit kanë trilluar dhe kanë shpikur dhe kanë gënjur në emër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Grupi i parë, kategoria e parë atyre njerëzve të cilët kanë gënjur në emër të pejgamberit alayhi salatu wasalam, janë ata njerëz të cilët quhen az-zanadiqa. Zanadiqa janë ata njerëz të cilët e kanë shfaqur, janë munafikin, hipokrit në fe, e kanë shfaqur besimin e tyre si musliman dhe për brenda ata fshehin mohimin, fshehin mosbesimin, e kanë mohu fen e vërtet dhe nëpërmjet shfaqjes së besimit ata duan ta luftojnë islamin, jo nëpërmjet dhunës, jo nëpërmjet forcës së armëve, por me një lloj metode tjetër, pra duke trilluar dhe duke shpikur hadithe nga më të ndryshmet, vetëm që njerëzit t'i besojnë se ato hadithe janë të vërteta
dhe nëpërmjet atyre haditheve ata të devijojnë nga rruga e drejtë, ata të ikin dhe të lejnë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto zanadiqa që herët pra në shekujt e parë e deri më vonë gjithmonë janë munduar dhe janë orvatur që të sjellin njerëzve hadithe të shpikura dhe të trilluara në mënyrë që njerëzit besojnë se ato janë të vërteta. Kemi po ashtu një kategori të dytë, ajo që quhet el intisar al madhhab, domethënë janë dy persona të cilët janë duke ushtyrë me njëri tjetrin, janë duke kontradiktuar me njëri tjetrin për një temë të caktuar në Islam, për një temë që flet për çështje të caktuara të shariatit islam. Mirë, por njëri mund të jetë më i dijshëm, tjetri mund të jetë më i dobët në çështjen e dialogut dhe njeriu vetëm që të forcojë fjalën e tij, vetëm që të forcoj mendimin e tij, shkon dhe gabon, nxitohet dhe mashtrohet, duke ardhur me një hadith, pra duke shpikur dhe duke trilluar një hadith të dobët dhe duke thënë atij tjetrit, shiko o njeri, a e din ti se profeti sallallahu alaihi wasallam për këtë temë të cilën e po flasim ka thënë këtë hadith profetik, dhe ai njeriu tjetër do të mbetet sepse nuk ka më debat dhe nuk ka më kundërshtime nëse neve na vjet një ajet kuranor dhe na vjet një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po ai nuk e din se ky është duke gënjur në emër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo gjë ka bërë vaki dhe në mbështetjen e mëdhëbeve të ndryshme. Një person i cili i përket një mëdhëbi, një person i përket një mëdhëbi tjetër, domethënë një shkollë juridike tjetër, dhe ata dietarët e mëdhenj, siç ka qenë Imam Ebu Hanife, Imam Shafiu, Imam Maliku, Imam Ahmedi dhe të tjerë, kanë dhënë mendimet e tyre, opinionet e tyre, verdiktet e tyre, mendime dhe logjikën për mesele të ndryshme të shariatit, mirë po pasuesit që vinë më pas, vetëm për të vërtetuar, për të mbështetur dhe për të forcuar fjalën, mendimin dhe thënien apo verdiktin ose opinionin e imamit të tyre, e mësuesit të parë të atij mëdhëbi, shkojnë dhe gënjejnë me qëllim në emër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke sjellur hadithe të dobta, duke sjellur hadithe të trilluara, vetëm që tu dali fjala atyre dhe të mendojnë se ky mëdhëb është i mirë, ky mëdhëb është i fortë dhe ky mëdhëb është ai që duhet të ndjekin njerëzit e tjerë. Kemi dhe një kategori të tretë, po bëhet fjalë ata njerëz të cilët kërkojnë të shkojnë në pëlqimin e mbretërve të tyre. Bëhet fjalë për ata njerëz të cilët duan të futen në suitën apo në oborin apo tek njerëzit e afërm të një sultani, të një despoti, të një mbreti apo të një udhëhesi apo të një presidenti apo të një deputeti apo të një veziri dhe ministri e kështu me radhë. Që të futeshe në derën e sultanit nuk ishte kollaj në atë kohë. Atëherë njerëzit gjenin lloj-lloj metodash dhe kur shikonin që sultani apo mbreti apo sunduesi apo kryetari i shtetit vepronte një veprim të caktuar, ai menjëherë ky njeri me laikat e veta u afronte dhe thonte: "O sundimtar, o mbreti ynë, a e dinti se këtë veprim që ti e duke vepruar tani, për këtë veprim ka folur vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka treguar se do të ketë shpërblime të ndryshme në këtë dynja dhe në botën tjetër?" Me këto fjalë të gënjeshtërta, me këto fjalë të rreme, me hadithe të shpikura dhe të trilluara, ata kërkonin që të fitonin kënaqësinë e mbretërve të tyre, duke merituar hidhërimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe mbretërit i afronin këta njerëz sepse mbretërit dhe sundimtarët këtë duan, të kenë afër njerëz të cilët do t'i lavdërojnë, do t'i falenderojnë, do t'i madhërojnë, dhe në këtë lloj mënyre do të shtohen njerëzit të cilët ata do t'i duan pra këta sundimtar, ta sultan, ta mbretër, ta udhëheqës, dhe fitojnë simpatinë e njerëzve dhe nuk e dinë që faktikisht ata janë gënjeshtar, janë duke gënjur në emër të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kemi edhe një kategori tjetër, bëhet fjalë për rrëfimtarët, bëhet fjalë për historianët, të cilët e kanë pasur zakon shumë prej tyre, uleshin në një xhami dhe aty brenda në xhami mblidheshin të gjithë njerëzit e tjerë dhe vinte me rrëfenja nga më të ndryshmet, vinte me ndodhi, ngjarje dhe histori nga më të ndryshmet, të cilat në vërtet më shumë u përngjajnë legjendave sesa haditheve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Qëllimi i tyre është se
sa herë që vini me hadithe të gjata, me hadithe ndodhi dhe ngjarje të ndryshme, njerëzit i dëgjonin me kërshëri, i dëgjonin me kureshtje, i dëgjonin me vëmendje, sepse gjithmonë natyra e njeriut është që të dëgjojë diçka të re që s'e ka dëgjuar më parë. Aq më tepër kur ato janë rrëfenja, janë dhe histori, njeriu dëgjon me vëmendje dhe pastaj shikon se është duke u kënaqur nga këto fjalë të bukura që në të vërtetë ky njeri i cili po u rrëfen atyre këto histori, ai është duke gënjur në emër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vetëm që në fund të mexhlisit, në fund të ligjërimit, ai të fitojë simpatinë e njerëzve dhe ata njerëz të japin atij pasuri, të japin lek, të japin të japin argjend dhe të jetojnë një jetë të lumtur, pa punu dhe pa bërë davet dhe pa shku për të punu për familjen, pa u përpjekur në jetën tonë të përditshme, në punët që na presin e kështu me radhë, por thjesht duke folur aty këm kryq në xhami, fiton simpatinë e njerëzve, fiton dhe pasurinë e tyre dhe nuk din se çfarë është puna, nuk din se çfarë është lëvizja, nuk din se çfarë është rreziku, nuk din se çfarë është lodhja, nuk din se çfarë është mërzitja, nuk din se çfarë është dëshpërimi, nuk din se çfarë është halli e kështu me radhë. Pra, vetëm për të përfituar interesat të kësaj dynjaje, ai njeri gënjen në emër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu kemi dhe një kategori të pestë, e cila është kategoria më rrezikshme nga të gjithë kategoritë e para. Po bëhet fjalë për ata njerëz të cilët e quajnë vetveten e tyre sufist, të cilët gënjejnë në emër të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për të fituar dashurinë e Zotit, për të fituar kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Subhanallah, pas kemi dhe njerëz të cilët kur gënjejnë me qëllim në emër të pejgamberit alayhi salatu wasalam, janë duke shpikur dhe duke trilluar hadithe të ndryshme, kanë për qëllim të fitojnë kënaqësinë e Zotit. Nuk janë njerëz të cilët duan ta luftojnë Islamin, nuk janë njerëz të cilët duan të përfitojnë apo duan të fuqizojnë një medhheb apo një mendim të tyre, nuk janë njerëz të cilët duan kënaqësinë e mbretërve dhe të sunduesve, po ashtu nuk janë njerëz që duan të vinë njerëzve të tjerë me histori, me ngjarje, me ndodhi, me rrëfenje të ndryshme që të fitojnë simpatinë dhe pasurinë e njerëzve të tjerë. Jo, nuk i kanë asnjërin prej këtyre. Por janë njerëz të cilët duan të fitojnë kënaqësinë e Allahut xhelle xhelalu në mënyrë që t'i nxisin njerëzit të vinë në xhami, t'i nxisin njerëzit të bëjnë rritjet fetare, i nxisin njerëzit të bëjnë punë të mira, sepse kur shikojnë se ata njerëz janë të zbrapsur dhe janë larguar nga feja e Allahut xhelle xhelalu, gënjejnë në emër të pejgamberit vetëm që ta afrojnë njerëzit. Si ta kuptojmë këtë? Për shembull, kam pasur shumë njerëz më përpara kur shkonin në tregje, shikonin që njerëzit ishin dhënë shumë pas të mirave të kësaj bote, ishin dhënë shumë pas të mirave të kësaj dynjaje dhe duke shikuar se ishin larguar nga namazi, ishin larguar nga përmendja e Zotit, ishin larguar nga këndimi i Kur'anit, ishin larguar nga sadakaja, ishin larguar nga agjërimi, ishin larguar nga shumë adhurime të tjera dhe punë të mira me të cilat kënaqet Allahu xhelle xhelalu, ata për t'i nxitur njerëzit dhe për t'i marrë dhe për t'i çuar dhe për t'i çuar për në xhami apo në vende të ndryshme të adhuronin Zotin, shpiknin dhe trillonin hadithe të ndryshme në emër të pejgamberit alayhi salatu wasalam, duke thënë: "O njerëz që po rrini në tregje, o njerëz që jeni jashtë xhami, nëse futeni në xhami në një orë të caktuar, i falni 2 rekat namaz, Zoti juve do t'ju ndërtojë juve një shtëpi në xhenet, do t'ju bëj këtë dhe do t'ju bëj atë, do t'ju ruaj juve nga rreziqet, do t'ju ruaj juve nga problemet, do t'ju ruaj juve nga fatkeqësitë." Pra duke trilluar dhe duke shpikur hadithe nga më të ndryshmet në temat nga më të lloj-llojshmet, vetëm që njerëzit të vinë tek feja e Zotit në mënyrë që ata të bëhen më të devotshëm dhe të bëhen në vepër mirë, por në të vërtetë kjo është metodë e gabuar. Në të vërtetë nuk është kjo metoda që duhet të ndjekin njerëzit e mirë, sepse neve na mjafton Kur'ani famëlar, na mjaftojnë dhe hadithet e sakta të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Nëse ata nuk binden me hadithet e sakta, nuk duhet gënjejmë në emër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse kjo është çështja më rrezikshme, nga që njerëzit kur shikojnë se ti je njëri fetar, je njëri i mirë, je njëri që po falesh, je njëri i mirë pra në syrin e tyre, që po fal namaz me devotshmëri, atëherë çfarë do ndodh? Ata do të besojnë ty dhe do të besojnë po ashtu të vërteta ato hadithe që ti po i shpik në emër të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Tani lind pyetja, po mirë, çfarë të bëjmë ne me ato hadithe të cilat, pra këto
5 kategori njerëzish kanë ardhur me këto hadithe të shpikura dhe të trilluara në emër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë i bie që në shumë prej librave sot kemi hadithe të cilat janë të trilluara, janë të shpikura dhe ne nuk e dim. Në të vërtetë pikërisht për këtë e kanë pyetur dietarin e madh Abdullah ibn al-Mubarak, thot hadhihi al-ahadith al-mawdu'a. Çfarë të bëjmë ne me to hadithe të shpikura dhe të trilluara, si ti kuptojmë? Atëherë thot Abdullah ibn Mubarak, ta'ishu laha al-jahabidha, kanë jetu dhe do të jetojnë pikërisht për ato gjëra, ata njerëz të cilët janë specialist dhe janë tepër të matur dhe janë tepër të dishëm dhe janë tepër vigjilent, i ka dërguar Allahu xhelle xhelalu për të pastruar hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj e sjell nërmend ajetin kuranor ku thot Abdullah ibn Mubarak ka thënë Allahu xhelle xhelalu inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun. Vërtet ne e zbritëm Kur'anin, nuk thot Kur'anin drejt për drejt, por thot vërtet ne e zbritëm dhikrin, pra për kujtimin, dhe ne do ta ruajmë atë. Çfarë është dhikri për kujtimi këtu? Në formë të drejt për drejt nën kuptohet Kur'ani, fjala Allahu xhelle xhelalu, pastaj dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ne nuk mundemi dot kurr ta kuptojmë fjalën e Zotit pa shpjegimet, komentimet, interpretimet, qartësimet e pejgamberit ton Muhammedit alaihi salatu wasalam. Çka do thotë se një Zot i madh i cili ka rujt Kur'anin, ka rujt të sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga gënjeshtarët. Andaj dhe Sufjan Thauriu çfarë thot ma setara Allahu ahadan bi kadhibin. Zoti kur nuk mund ta mbuloj një njeri i cili është duke njëjë në emër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në këtë fe. Andaj dhe shikojmë që dietarët e mëdhenj islam në të gjithë shekujt, gjithmonë në librat e tyre kanë përmendur, shikoni njerëz, këto janë hadithe të sakta dhe këto janë hadithe të dobta, këto janë hadithe të vërteta dhe këto janë hadithe të pavërteta, këto janë hadithe që i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe këto tjerat janë hadithe të trilluara të shpikura. Andaj dhe ne nëse nuk i dim ato, duhet të pyesim sa herë dëgjojmë, sa herë shikojmë, sa herë mësojmë një hadith, ta pyesim atë që është më i dishëm. O hoxh, a është i vërtet ky hadith? Nëse thotë që është i vërtet dhe ka saktësuar të zëm Imam Ahmedi, Imam Buhariu, Imam Muslimi, Imam Tirmidhiu, Imam të mëdhenj të këtij umeti, ose imam ose dietar të bashkohor të kohës kur ne po jetojmë na kanë treguar se ato hadithe janë të sakta, atëherë ecim me gjykimet e tyre dhe kështu e heqim përgjegjësinë tonë përpara Allahut subhanahu wa ta'ala. E lusim Allahun xhelle xhelalu të na bëjë njerëz të mirë në këtë fe, shërbëtor të kësaj feje, të na bëjë ata njerëz të cilët dëgjojnë vetëm hadithe të sakta të pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe të mundohemi të vëmë ato hadithe në zbatim, të qartësojmë fen ton, të qartësojmë veten ton dhe fjalën e fundit jetë la ilaha illa Allah Muhammedun Rasulullah. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.